Vazhdojmë që të parën të përgatisim kremin. Fillimisht në nevojitet një tenxhere më e madhe dhe më e thellë. Tani kemi nevojë për 1 litër qumësht. Unë zakonisht e zgjidh që ta përdor qumshtin e penar, sepse ka pak më tepër yndyrë që e bën ideal për kremra të ëmbëlsirave të ndryshme. Vazhdojmë tani që qumshtin ta shtojmë në tenxhere. Tek ky krem duhet që të shtojmë dverdhat e vezës. Do të përdorim 3 copë vetëm dverdhën e vezës. Vazhdojmë që të shtojmë edhe sheqerin. Sheqerin mund ta përshtatni sipas shijeve të juaja, atë sa keni dëshirë ta bëni të ëmbël ëmbëlsirën. Unë do të shtoj 10 lugë gjelle sheqer. Kaq mendoj se është mjaftueshëm. Përzijem mirë një herë që të bëhen bashkë vezët, sheqeri dhe qumshti. Mos harroni që të shtoni edhe një vanilë sheqer. Dhe për ta trashur kremin, do të përdorim një shisten. Në total do të shtojmë 5 lugë gjelle me një shiste. Përzijem edhe një herë të fundit dhe vazhdojmë tani në zjerje, në zjarr mesatar, duke e përzier pa ndërprer derisa kremi të fitojë trashësinë e dëshiruar. E zijem kremin derisa ta fitojë trashësinë e dëshiruar në këtë mënyrë dhe e largojmë me një herë nga zjarri. Me një herë të kremi vali nxehtë, shtojmë 100 gram gjalp ose margarinë. Unë po përdor gjalp të pakripur, por lirisht mund të përdorni edhe margarinën. E shtojmë tek kremi dhe vazhdojmë përzijem. Nga nxehtësia e kremit, gjalpi ose margarina do të shkrihen shumë shpejt. Tani më nuk e keni në zjarr kremin, por një kujdes sepse do t'ju ngjitet. Ndaloni zjarrin. Ajo që do ta bën këtë krem edhe më të mirë dhe më të shijshëm është kremi pana. Në total do të shtojmë 200 ml krem pana për ëmbëlsira. Përzijejmë edhe një herë të fundit derisa të gjitha produktet të lidhen, të bëhen bashkë dhe të fitojmë një krem të mirë pasticqerie. Pasi e bëjmë kremin gati, vazhdojmë tani me renditjen në tepsi. Unë po përdor një tepsi në formë katrore, por nëse nuk keni si kjo, mund përdorni lirisht çfarëdo lloj tepsie që keni në shtëpi. Rendin e parë me biskota e kam shtruar dhe unë kam zgjedhur sot që të përdor biskota me shije të çokoladës. Mendoj se kështu del më e bukur. Kremi vaniljes, biskotat e çokoladës, një kombinim perfekt. Vazhdojmë tani shtojmë nga kremi i vaniljes. Pra po e vrini se kremi është i trash. Na ka dalë një krem shumë i mirë. Me ndihmën e një luke, e shpërndajmë mbi sipërfaqen e tërë biskotave. Bëni kujdes pak me rendin e parë, pasi rendi i parë është pak më i vështirë. Vazhdojmë tani rendisim rendin e dytë me biskota. Shtojmë rendin e dytë me krem. Rendisim rendin e tretë me biskota. Dhe rendi i tretë dhe rendi i fundit me kremin e vaniljes. Tani, pasi kemi përfunduar me renditjen e rendit të tretë, e largojmë ëmbëlsirën anësh, e vendosim në frigorifer dhe vazhdojmë të gatuajmë pjesën tjetër të recetës. Marrim tani një tjetër tenxhere pak më të thellë dhe aty vazhdojmë dhe shtojmë 120 gram gjalp. E vendosim në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir shtojmë 150 gram kadaif. Vazhdojmë tani e fërgojmë në zjarr mesatar kadaifin dikon prafërsisht 6 deri në 8 minuta derisa të na merr një ngjyrë të kuqrëmt. Por bëni kujdes sepse kadaifi mund t'ju digjet shpejt, zjarrin bane në mesatare. Dhe kjo është ngjyra e kadaifit që po e kërkojmë, një ngjyrë e artë, jo ta djegim, sepse pastaj i vije një aromë jo e këndshme kadaifit. Tani duhet që të shtojmë
krem fëstëku. Në total do të shtojmë dikun 200 gram krem fëstëku, sepse ju kam spjeguar disa herë, kadaifi është një nga ëmbëlsirat që më së shumti e tërheq lagështinë. Prandaj duhet të shtojmë pak më tepër krem, që të na bëhet më i lëngshëm dhe më i shijshëm. Përziejmë mirë tani që kremi të shkrihet nga nxehtësia e tiganit, të lidhet bashkë me kadaifin. Tani kremin me kadaif dhe krem fëstëku e shtrojmë sipër ëmbëlsirës. Dhe mund ta imagjinoni shijen e kësaj ëmbëlsire, me të vërtetë është perfekte. Tekstura, pamja, shija, gjithçka që e bën një ëmbëlsirë unike. Ju sugjeroj që ta provoni tani për festën e Bajramit, sepse jam e sigurt se të gjithë mysafirët do t'ju ngilen të mahnitur. Tani, për ta dekoruar sipër ëmbëlsirën, në njën më të madhe kam shtuar 150 gram çokoladë, por unë zakonisht përdor çokoladë të qumshtit dhe jo atë përgatim, dhe për ta shkrirë dhe për ta bërë më kremoze çokoladën kam shtuar 100 ml krem pana. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar, duke e përzier derisa çokolada të shkrihet. Dhe gjithçka që duhet të bëjmë tani është që të lejojmë që ëmbëlsira të ftofet. Normalisht, sa më gjatë pushon në frigorifer, aq më e mirë bëhet, sepse aq më shumë shtrëngohen kremrat dhe marrin shije më mirë. Unë do ta lë që të ftofet dikon prafërsisht 4 deri në 6 orë, pastaj do ta dekoroj pak sipër dhe si gjithmonë në fund të videos do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.